Gruaja shqiptare merr një mesazh nga burri që kishte vdekur dhe ajo që ndodhi më vonë është komplet absurde. Dje, nëse pat videon, ju kërkoja nëse keni histori me njerëz që nuk jetojnë më. Histori që mund të interpretohen pra gjatë ëndrave, histori që mund të interpretohen ose ëndra që mund të interpretohen që ju nuk mund të jepni dot një interpretim. Për ta diskutuar së bashku, sepse gjatë momenteve të ëndrave ku ëndron një njeri që nuk jeton më, ka disa mesazhe ose disa informacione që për dikë janë jetike në jetën reale ose janë edhe informacione të dobishme për të gjetur objekte ose për të kërkuar përgjigje nga një i vdekur ose nga diçka që secili ka një breng. Dhe shumë prej jush më kanë shkruar disa komente, por një grua më ka shkruar një email, një grua shqiptare. Unë dje bëra video, e gjeni dhe këtu, dhe më bëri shumë përshtypje dhe doja t'ja u tregoja ashtu siç ma ka shkruar dhe kjo grua. Atëherë, duhet të dini pikë së pari një, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Janë pikërisht këto diskutime këtu të përbashkëta që na bëjnë që të kuptojmë më shumë botën që na rrethon. Dhe pikërisht fal juve diskutojmë dhe në këto, sepse nuk është se i ndodh vetëm shqiptarëve, ndodh kudo. Ndaj po them që në qoftë se keni histori të ngjashme, ose ndoshta në qoftë se ju shikoni një njeri që nuk jeton më, njeriu tuaj që nuk jeton më, pra një që ka vdekur, të mbani mend që çdo mesazh që ai jep ose çdo bisedë ose çdo lëvizje ose vendin ku gjendet janë mesazhe kriptike, janë mesazhe që duhen interpretuar sepse tregohet që lidhen me botën tonë, pra me jetën tonë. Tani dëgjoni se çfarë na ka shkruar kjo grua. Quhet Luana, por e quajnë Lana. Me fjalë shokët dhe familjarët i thrasin Lana, po ashtu edhe burri i saj. Njihen prej vitesh dhe ata ikën nga Shqipëria, ikën nuk e di vitin sepse nuk e ka thënë, por nuk jetojnë në Shqipëri, jetojnë jashtë. Dhe në Angli. Dhe jetojnë në Angli. Nuk dua që të jem kështu sepse më sugjeroi që nuk do që të bëhet publike, do që të mbetet anonim, por tha mund ta tregosh ta sepse është një histori e dokumentuar. Ajo sot është 50 e ca vjeçe, por kur ishte 48 vjeçe i vdiq burri. Dhe i vdiq burri nga infarkti. Kishin vite bashkë, kanë një vajzë dhe është një familje. Kemi qenë, tha, një familje shëmbullore, mrekullueshme, tha, kemi qenë gjithmonë bashkë, dhe burri im, tha, nuk ka patur asnjë problem. Asnjë, kemi bërë gjithmonë vizita, tha, një në vit ose një në 2 vjet kemi bërë gjithmonë vizita dhe s'kemi patur asnjë problem. Dhe kjo ishte ajo që më shtyti që mendoja që diçka i ndodhi burrit tim. Pra para ca vitesh ai punonte në këto garazhet, si mund të quhen, të Amazonit, si quhen këto garazhet, ato pikat e Amazonit, por brenda, aty ku mblidhen këto pakot dhe ku shpërndahen pakot. Ishte një nga punëtorët që punonte aty dhe kishte vite që punonte aty. Pra në magazinat e Amazonit. Dhe ishte një nga jo drejtues, por ishte i rëndësishëm me fjalë sepse ishte ai që merrte numrin e tjerë. Pse po e them këtë? Sepse ajo thotë që edhe pozicioni ku ai ishte shumë i kontrolluar, pra nuk e donte njeri të vdekur, po e donte edhe kompania, donte që të jetonte sa më gjatë. Dhe si përfundim, ai në vitin, pra para ca vitesh, kur ajo ishte pra 5-6 vitesh mos gaboj, ai u kthye në shtëpi si gjithmonë. Kthye në shtëpi, ishte ditë e shtunta dhe hëngrëm darkë. Nuk dolëm jashtë, sepse kishim vendosur i dilnim jashtë dhe ndajtëm aty. Gjën e parë, tha, që tha, ndihem pak çudi, tha, por nuk ma tregoi, tha. Pastaj, tha, kur ulëm në divan, tha, më tregoi që gjatë netëve, me fjalë 2 net më përpara, të dyja netëve, shikonte në ëndër sikur dikush trokiste tek dera. Tha, sikur trokiste dera, tha, unë e hap derën, tha, dhe pastaj, tha, një moment makabër. Me fjalë sikur nuk jetoj më. Këtë i tha dhe më ka ndodhur 2 neta. Dhe ç'është e vërteta, atë mbrëmje, me fjalë ditën tjetër, ajo kur zgjua, e lëvizi, nuk jetonte më. Me fjalë, ai vdiq një gjumë. Dhe çudia ishte që ka ndodhur pas nate, me fjalë pas orës 12 natës. Ashtu siç e kishte treguar dhe ky, pra që i kishte ndodhur. Por prisni, sepse është vërtet absurde. Si përfundim, ajo është logjike, tha, që merret trupi për t'i bërë autopsinë. E morën, tha, atë ditë
Unë e di tha, unë dhe vajza ime tha, se si kemi kaluar tha ato momente, kaluan vite dhe unë ende nuk e kam kaluar. Dhimbje madhe tha, sepse humbja nuk ishte vetëm, a ishte shtylla. Çdo gjë që bëj tha me atë. Me fjalë, ka qenë tha zemra ime, i dashurim, njeriu që ishte pika kyçe në çdo cep të jetës. Dhe si përfundim tha, shkuam në polici. Me fjalë, aty ku ishte morgu dhe erdhi policia, tha që kërkuan që të bënin, më kërkuan firmë tha që të bënin autopsin. Dhe për të bërë autopsin duhet kalojnë 2-3 ditë, sepse nuk është se bëhet me njëherë autopsia. Që atë natë më zuri gjumi. Dëgjojeni, që atë natë thot më zuri gjumi. Tani dikush nga ju do thot, po pse ti e beson, pse mund të më thot gënjeshtra kjo grua? Për çfarë arsye? Pse do thot gënjeshtra? Dhe më shtyn e para dhe e dyta, ajo nuk kërkon që të bëhet publike. Me fjalë, edhe emri i saj ka shumë mundësi që mos jetë Luana, me fjalë Lana, mund të jetë një emër tjetër. Megjithatë, tha që atë mbrëmje pa në ëndër burrin e saj. Por jo kështu, por në mendje. Me një fjalë tha, unë isha brenda shtëpisë në ëndër kjo. Isha brenda shtëpisë dhe po bëja punët. Punët e shtëpisë që bëhen gjithmonë. Dhe ishte pas dite, me një fjalë në darkë, aty ku unë lë punën thot ajo në orën 5 të darkës dhe në orën 6 jam në shtëpi. Dhe ishte rreth orës 6. Duke bërë punë të shtëpisë dëgjoj një zë. Zërin e burrit tim. Dhe unë thot në ëndër e dija që ai kishte vdekur. Në ëndër, që natën e parë dhe i thot, dëgjoj, në qoftë se bie zilja, mos e hap. Me fjalë zire, më gjethet mishi se si e ka shkruar, është vërtet fantastike. Me fjalë, më falni që e them fantazi, por është absurde ta mendosh. Në qoftë se bie zilja, ti mos e hap, i thot gruas, në ëndër. Dhe me fjalë, në mes të natës, në qoftë se bie zilja, në mes të natës ti mos e hap. Unë thot, në ëndër, shkoj dhe fle gjumë. Dhe gjithmonë në ëndër, në 12 të natës bie zilja. Me fjalë, bie dera. Unë thot, shikoj thot që ishte 12 e natës, 12 e pak, thot, 12 e natës, po e pash në orën që kam pranë komodinës. Dhe unë ngrita, Unë ngrita po shkova vetëm tek frigoriferi, tha. Piva pak ujë, tha, dhe tek sa dera, tha, binte, unë nuk e hapa. Dhe shkova të fle prap. Mbaroj aty, ditën tjetër i them bies time, tha, shiko, kështu kam parë një ëndër. Dhe vajza ime tha, kush e di çfarë do jetë, po kaq, duke kaq reale, tha, i thash unë, tha. Po atë natën e dytë, e njëjta ëndër. E njëjta ëndër. Pra, i tha të njëjtën gjë, nuk ishte sikur, me fjalë, nuk po bëja punë në këtë rast, po gatuaja, tha, dhe po prija ato zarzavatet aty, me fjalë lakrat, çfarë ishin këto për të bërë gjellën e darkës. Dhe ishte gjithmonë mbrëmje. Me fjalë pas orës 6, kësaj herë ishte ora 7 e ca, thot ajo. Dhe të njëjtën gjë, më thot në mendje, shiko, mos e hap derën, nëse bie zilja në orën 12 natës. Shkoj fle gjumë, tha, prap, po ishte kësaj ere, ishte ora 12:30. U ngrita në këmbë, tha, dhe shikoja, tha, vetëm derën kështu. Me fjalë qëndrova në këmbë, tha, me atë robdishamin që kam, tha, dhe shikoja derën, por nuk e hapa. Dhe kjo ishte nata e dytë. Dhe aty, tha, deri këtu e mbaj mend, me fjalë ëndrrën. Ditën tjetër i them vajzës time, moj bi, unë pash të njëjtën ëndër, por kështu. Dhe bia ime tha, pse nuk vete njerë, tha, tek të thuash ta ndonjë fjalë, tha, aty, tha, tek ata që po bëjnë autopsin, të thuash se çfarë ka. Ditën e tretë, me fjalë natën e tretë, e njëjta ëndër, por kësaj here ishte ndryshe, dhe do t'i them se si. Natën e tretë dëgjon nga ana tjetër e derës zërin e saj. Pra unë dëgjova, tha, zërin tim, tha, jashtë dere, natën e tretë kjo, që gjithmonë, tha, isha në shtëpi, bëja punë të shtëpisë, tha, bie zilja, tha, dhe unë shkoj, tha, që tek dera. Normal, tha, që në atë orë, tha, e keni parasysh, tha, unë shikoj, tha, që me një fjalë, kur kthehem nga puna, shikoj që ishte njëjta sken, por që në mendjen time është ora 12 e natës dhe unë duhet të hap ose mos hap derën. Por, tha, duke dëgjuar zërin tim, tha, zërin tim, të njëjtin zërin tim, tha, dëgjoj jashtë dere. Dhe më pyet, mund të hapësh pak derën? Dhe unë, tha, hap derën.
hapderën tha përballë meje tha, një grua e veshur komplet me të zeza tha, dhe një fytyrë skelet, me një fjalë në fytyrën e saj tha, kompleta edhe me një kapuç të zi, sikur ishte një e veshur tha nga ato nënat shqiptare të vjetra, po ishte komplet skelet. Me një fjalë me zërin tim tha. Dhe aty tha gjitha u bëzi. Jam ngritur tha natën, thot ajo, shkruan, u ngrita natën tha komplet djers dhe shkoj tha dhe sa që se kisha ulëritur ndoshta tha, vajza ime tha u zgjua. Që në mëngjes atë dita shkoj tha dhe pyes tha se çfarë i ka ndodhur burrit tim tha. Burrit tim tha kishte ndodhur thjesht një infarkt tha, pikërisht në orën 12 të natës. Tani më shpjego ti thot ajo zoti Nadir se çfarë lidhje ka tha ai zëri tha i burrit tim me mesazhin që më dha dhe mesazh i saktë për atë që kishte ndodhur, sepse nga autopsia doli që ai kishte ndodhur, dije që ishte një infarkt, por që kishte ndodhur në mesnat. Pse duhet më thoshte këtë mesazh? Me fjalë ndoshta sepse policia nuk e dinte ose sepse ja u thash unë apo ku ta di unë thotë. Megjithatë, si është e mundur thotë që ka këto mesazhe të një njeriu të vdekur. Tani unë do t'i them çfarë mendimi kam unë. Dje kur bëra këtë video që thash që dërgoni nëse keni histori të ngjashme, me fjalë ose histori me njerëz që nuk jetojnë më dhe ti interpretojmë, pikërisht pra sepse në qoftë nga Edgar Cayce, por edhe të tjerë pretendojnë, pra studiues të tjerë pretendojnë që ëndrat kur ti ëndron ata që nuk jetojnë më, janë që të gjitha mesazhe, sepse një pjesë prej tyre jetojnë në një dimension paralel. Dhe dimensionin paralel, me fjalë ata për të shkuar me shpirtin e tyre në parajs, pak të kështu thuhet, unë po i them atë çka tregojnë studiuesit, studiues autonom. Për të shkuar në parajs, ata duhet të zgjidhin problemin e tashëm. Dhe shumë prej këtyre japin mesazhe që ti deshifrosh ato, pra ti zbulosh. Pra ky është thelbi i asaj video që bëra dje. Ndaj, nëse dëshironi, nëse keni ëndra me njerëz me fjalë që nuk jetojnë më dhe nuk dini ti interpretoni, shkruani këtu në koment dhe të shohim se si mund t'i interpretojmë së bashku. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.